Si e shef këtë vonesë, zvarritjet, procesit, është e pritshme? Duhet më shumë kohë? Kemi pas dhe rastet tjera ne, që ka filluar diskutimi sot dhe ka mbaruar mas 3 ditësh. Pra mbledhjet kanë qenë maraton në gjykatën kushtetuese. Pa ndërprerje fare, po thua? Patjetër, nga 5-6 orë diskutime. Sepse, shikoni, aty janë disa pika që shtrohen për diskutim dhe për secilin nga ato pika mund të hanë debate pafund. Se kanë me referenca, kanë me gjykatën Europiane e Drejtat Njeriut, kanë me jurisprudencë gjykatave tjera të huaja, pas falë një legjislacion e brendshëm, se cili nga ata antar sigurisht ka mendimin e tij, duhet vinë pasaj edhe duhet gjenë një emërues të përbashkët, minimalisht shumica e tyre, kështu që do shumë kohë, nuk bëhet në një ditë. Dhe nuk ka filluar ky diskutim përpara. Ky diskutim në dhomën ka filluar sot. Pra, unë mendoj që deri në fundjavë ne do kemi një tym të bardhë nga gjykata kushtetuese. Deri këtë fundjavë thua? Mendoj se po. Do kemi një tym të bardhë, se nuk zgjat shumë pafund diskutimi. S'mund të zgjasë pa. Jo, nuk mund të zgjasë. Varet nga cila dritare e shef tymin, ose njerëzit që duan se janë ditur dhe me kuvendin aty, po. Jo ka drejtë Eugeni. Po, në zyrat e kushtetuesës. Jo vetëm aq, po kushtetuesja në këtë rastin që ju shpjeguat me të drejtë teknikisht mbledhja në dhomë këshillimi, të paktën nga historia e gjyqësorit, kur trupa tërhiqet për vendim, nuk shkëputet më nga jo dhoma e famshme e këshillimit. Logjika e një vendimi objektiv. Si që bëjnë në Vatikan kur zgjedhin papën. Jo, kështu bëhet edhe në Shkëllinë aty brenda dhe pastaj kur del mos tymi. shkon deri ke papa, siç bëhet për vendimet që merren edhe nga gjyqësori i zakonshëm, nga shkallët e tjera gjyqësorit, që trupa gjyqësore kur tërhiqet në dhomën e saj të këshillimit që quhet, nuk del dot nga dhoma pa marrë një vendim, për shkak të ndërhyrjeve të huaja të jashtme, ndërhyrjeve edhe për qenë sa më objektiv. Prandaj, nuk e di sot është bërë mbledhje dhe shkurtër. Ka vendosur mos votojnë fare, apo ka qenë debati vazhdueshëm dhe duhet vazhdonin deri në fund për të ecur në argumentat e tyre. Po është e vështirë ta mendosh diçka të tillë, sepse gjykata kushtetuese, siç thash, ka një gjykim tjetër nga ato të gjykatave tjera. Këto e mbyllën seancën gjyqësore, rrinë, reflektojnë, mendojnë, lexojnë literaturën, rrinë, mendojnë, kryeministri legjitimohet të kundërshtojë një vendim, gjykata kushtetuese dikush nga ata Ai që kryqëzohet në këtë periudhë, ose në këtë etapë, është relatori i çështjes. Kryqëzohet në kuptimin e mirë të fjalës, sepse ai ka marrë gjithë pikat, ka menduar dhe herë në tavolinë. Po seancën e drejton kryetarja. Pavarësisht, herë në tavolinë relatori, pra çfarë ka konstatuar si pika, dhe pastaj këto fillon diskutimi nga secili prej antarëve. Që për këtë pikë mendoj shumë specifike se këtu kemi një debat gjyqësor që është bërë, se ne pam live debatin gjyqësor. Pra secili ka mbledhur nga debati gjyqësor, secili ka mbledhur ato shënimet e tij, mendimin e tij, opinionin që ka krijuar, se kanë krijuar opinionin që në seancë. Dhe tani kur ju vendoset përpara relacioni i relatorit, pra raporti që ai ka bërë në një farë mënyre, pastaj fillojnë të diskutojnë duke parë në këndvështrimin e tyre. Pra kjo do haj kohë. Fillimisht kuptoja pak. Nuk funksionon, si funksionon. Dhe ta flasim tosh nga ana e përvojës gjyqësore. Në rast se një trup gjyqësore është e qartë, ka ndarë mendjen, nuk rrit të mblidhet tani. Ajo duket sikur shohin sy njëri tjetrin, kush do thot po në parë, kush do thot jo në parë. Se në rast se ishin të tërë ose shumicë për po, nuk do kishte nevojë që reflektimi të bëhen në mbledhjen e dhomës këshillimit. Patjetër, ti je sigur që do ketë mendim pakicë, mund të ketë mendim paralel, dhe nuk është një mendim unanim jo, pa sepse nga burimet tona që kemi aty ka debate, ka shumë debate. Kjo është hyrja këtë tregon pra që ka një lloj. Unë përmenda një procedurë juridiko-formale që po ndodh në atë dhomë këshillimi, që për shkak të debateve dhe të opinioneve të kundërta midis antarëve, do zgjas pak në kohë, por nuk do të shkojë përtej të hënës së të martës javën tjetër, por mund ta mbyllim brenda kësaj fundjavë. Jo, nuk është brenda kësaj fundjavë, është javën e ardhshme për arsye. Nuk besoj të ndodhi Karamuço për shkak se janë në Strasburg, kanë një aktivitet. E shkuara ka treguar që në përgjithësi kur futet në dhomë këshillimi dhe fillon diskutimi, automatikisht bëhet dhe vendimarrja. Nuk ndërpritet. Të paktën po flasim në dy çështje që janë mendjeshmëri
të lartë, siç ka qenë rasti Sali Berishës, trupa gjyqësore është futur në dom Këshillimi, ka bërë vendimarrjen dhe ka njoftuar. Edhe në rastin e Rion Velie, që seanca ka qenë në datë 31 tetor dhe në datë 3 nëntor, është bërë dhoma e Këshillimit dhe është bërë vendimarrja menjëherë. Edhe rasti Belida Ballugut është çështje me ndjeshmëri të lartë. Pra gjyqtarët nuk janë njohur sot me këtë çështje, as me parashtrimet e palëve. Janë njohur prej kohësh sepse seanca për 22 janarin u vendos që në dhjetor. Pra ata janë në dieni të çdo parashtrimi, të çdo palë në Beqi interesi. pak që po presin se cila palë po pret njëra tjetrën. Shiko, kjo është një dyshim që në ka debat shtyhen gjëra tani. është një dyshim, por le të hedhim dhe një dyshim. Do pa mjaftot e gjyqësorit kur ka debat vërtovlla çka ke për të thënë po jo në fillimin e debatit. Jo më fal, debati pse vazhdon këtu se dikush do shumë po ose dikush do shumë jo, se nuk ka debat tjetër pastaj. Këtu që në fillimin e debatit kur dëgjohen gjithë anëtarët ti e kupton kush voton pro dhe kush kundër. Po pra thelbi është e votimi. Thelbi është çështje ngjelës së teknikalitete. Ta thash shqip, kush do thot i pari pone, kush do thot i pari jonë është problemi. Si Far West, si ata në Western, filmin në Western, Jo, Far Westi na kujton atë pistoletën me mullineve. Por ka dhe shqetësim. Por ka dhe shqetësim. Kush do shkeli? Ka dhe shqetësim. Po patjetër, ka dhe shqetësim, ka dhe nga ndërkombëtarët. E thamë që nuk është vendimarrje e lehtë kjo. Ka qenë vizita e ambasadës amerikane, e të dërguarës me punë ambasadës amerikane në kushtetuese. Ka lidhje me tonë edhe me këtë Kanë qenë disa ambasadorë, kanë pas shumë ambasadorë. Jo, rike tek amerikanë që e kanë ndjekur më me vëmendje, se ata e ndjekin edhe në spak të çështje, përveç se e ndjekin në gjykatat. Edhe ka dhënë disa porosi, dhe rekomandime, këshillime, që të ketë kujdes. Pra të gjithë syt nga kushtetuesja ka rënë. Është me shumë ndjeshmëri, të mos ketë në indikim të jashtëm në një gjë, i kanë dhënë mesazhet. Okej. Pra, kaq.